Protesta qytetare kundër qeverisë dhe klasës politike vijoi edhe mbrëmjen e sotme në ditën e 47 të saj. Qindra e qytetarë u mblodhën fillimisht në sheshin Skënderbej, por nga nisi marshimi drejt kryeministrisë, ku zhvilluan tubimin e radhës dhe përcollën mesazhet e tyre kundër qeverisjes së kryeministrit Edi Rama. Protesta e cila nisi fillimisht si kundërshtim ndaj projektit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit, gjatë javëve të fundit mori përmasa më të gjëra, duke u shndruar në një lëvizje me kërkesa për ndryshime politike dhe institucionale. Gjatë tubimit të brëmshëm, protestuesit përsëritën thirrjen për dorëheqjen e kryeministrit dhe ndryshimet e sistemit politik, duke deklaruar se pakënaqësia e tyre nuk lidhej vetëm me një çështje të veçantë, por me mënyrën e funksionimit të institucioneve. Nga podiumi para kryeministrisë, organizatorët theksuan se protesta do të vazhdonte edhe gjatë muajve të verës dhe nuk do të kishte ndërprerje të tubimeve të përditshme. Sipas tyre, kjo lëvizje tashmë kishte kaluar përtej një reagimi ndaj një vendimi të caktuar dhe u shkthyer në një kërkesë më të gjerë për ndryshim politik dhe një model të ri qeverisjeje. Gjatë protestës së 46 nuk munguan thirrjet kundër qeverisë, mesazhet për përfshirje më të madhe të rinjve dhe apelit për qytetarët nga i gjithë vendi që të bashkohen tubimeve të përditshme. Organizatorët deklaruan që qëndresa do të vijojë çdo mbrëmje përballë kryeministrisë deri në realizimin e kërkesave të artikuluara prej tyre.